Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të flasim për zhvillimet politike që pashmangshmërisht lidhen me protestën. Me ne është bashkuar analisti Rohel Domi. Zotë Domi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. 37 ditë protest me një përbërje të gjerë, duhet thënë, me personazhe të ndryshme. Ju si e keni parë? Shiko, kur flasim për analizën e një proteste 37 ditore, patjetër që ka shumë komponent që mund të vëmë në duke, sepse edhe protesta vet ka evoluar, pra nuk është më e njëjta, qoftë në numra, qoftë në parulla, qoftë në përbërje. Së pari duhet thënë që kjo protestë ka një dimension shumë specifik dhe shumë të veçantë në raport me protestat e tjera që ne kemi parë, sepse i ka tejkaluar partitë politike. Pra nëse protestat e viteve të fundit dhe shumica dërmuese e protestave të tranzicionit 35 vite shqiptar, si thua, ka qenë protesta të partive politike, protesta e këtyre 37 ditëve i ka tejkaluar partitë politike. Siç edhe protesta për armët kimike i tejkaloi partitë politike, siç edhe protesta e dhjetorit të vitit 1991 i tejkaloi partitë politike, aq sa në një farë mënyrë krijoi parti të reja politike, sepse në atë kohë kishte vetëm një parti që ishte Partia Punës. Pra sigurisht që është një hap i mirë, një lajm i mirë që shoqëria shqiptare ka arritur një farë emancipimi të çfarëdo lloji dhe proteston. Nga ana tjetër, pastaj unë vetë në rrjetet e mia sociale patjetër kam qenë shumë kritik për protestën, për arsyet e protestës, për ndërthurjen e agjendave të ndryshme gjeopolitike me interesat e brendshme politike të protestës dhe për momentin politik në cilin kjo protestë po mbahet, si dhe për parullat në fakt që janë hedhur në protestë dhe vetë konturimi ideopolitik i gjithë gjës. Mbetet duhet thënë që e para një kjo protestë ka nisur kundër një investimi në një ishull, që është ishulli i Zvërnesit. Domethënë harrojmë këtë fakt, mendoj unë është gabim nga ana jonë, sepse protesta ka nisur për të ndalur një investim në Zvërnes, një investim që kishte marrë një leje zhvillimore në atë zonë, patjetër që ka pasur një konflikt pronësie, por kjo s'ka të bëjë fare me investitorin dhe flitet që investitori do jetë të Jared Kushner, që është dhëndri i presidentit Trump, që ka një kompani quhet Affinity Partners që ka bërë investime të tilla në gjitha vendet e botës dhe pse jo mos marrë edhe një ishull shqiptar dhe ta investojë ta bëjë një qendër të turizmit veritar. Pra, kur ti kundërshton këtë gjë, patjetër që nuk është mirë, sepse ti ke pasur shumë arsye për të dalë dhe për protestuar, skandalet e pafundme të qeverisë aktuale, për cilat ti nuk e dalë dhe nuk e folur. Dhe tani e gjetë të dalësh dhe të flasësh që erdhi një investim. Kjo pastaj na çon tek ajo tek elementi i dytë që unë përmenda në analizën time, që është elementi i agjendave gjeopolitike, sepse ka shumë fije nga mbrapa, duke filluar me Greqinë, që gjithmonë ka pasur një interes që jugu i Shqipërisë të mos bëhet një qendër turizmi veritar, dhe në rast se vjen një investim i tillë në Zvërnec, patjetër që rritet vlera jo vetëm në Zvërnecit dhe Sazanit, por dhe jugut të Shqipërisë. Së dyti kemi patjetër faktorin rus dhe kinez në Ballkan që kërkon të ndalë investimet amerikane, duke përdorur patjetër dhe protestat të këtij lloji. Së treti, aty në atë protestë ti ke pasur element të Iranit dhe të fundamentalizmit islamik në përgjithësi. Së katërti, patjetër që faktori serb dhe maqedon ka një leverditje të drejtë për drejtë që në Shqipëri të ketë destabilitet në mënyrë që vëmendja e shqiptarëve të mos jetë tek protestat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për të drejta, po të jetë këtu brenda. Së pesti, patjetër që ka një çarje midis zotit Rama dhe zotit Soros, fondacionit të zotit Soros, pra George Soros dhe Alex Soros, që sigurisht në Shqipëri ka shumë ndikim dhe jo më kot ke shumë organizata OJF-ra me paratë e Sorosit që protestojnë atje. Së gjashti, patjetër që mund të flasim edhe për një konflikt të zotit Rama me zotin Kurti, një luftë të ftohtë që ne kemi parë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, me përplasjen midis BDI-s dhe Vlenit, dhe tani e shohim edhe këtu, sepse flitet që ka shumë individ që janë operativ politik të zotit Kurti, ose kanë qenë operativ politik të zotit Kurti në një kohë kur
zoti Kurti kërkoi të hapë një parti politike në Shqipëri dhe nuk ja doli dot. Dhe e fundit fare pastaj në aspektin gjeopolitik patjetër që ka një përplasje të fortë midis zotit Rama dhe Bashkimit Evropian. Kështu që po të shohim në kompleksitetin e vet të gjitha arsyet gjeopolitike, patjetër që ka shumë vend për të dyshuar dhe aspekti tretë pastaj që unë përmenda në atë analizën time, mënyra si duhet parë, ka të bëjë me konturimin politik të protestës. Kjo protestë çfarë po prodhon? Pra po prodhon ide të reja, kulturore, politike, sociale, po prodhon një mënyrë të re të parit të Shqipërisë, apo po riciklon të vjetrën. Për shembull, që nga fakti që protestat janë quajtur revolucioni i flamengove, pra fjala revolucion në vetveten e vet të sjell në mendje diçka të vjetër, diçka arkaike, sepse në përgjithësi forcat reaksionare gjithmonë kanë ardhur në pushtet me revolucione përpara se të kryenin krime, të bënin terrore, të bënin shpronësime në masë etj. Nga ana tjetër kemi parë skena jo të mira, pra goditja djega sulme dhe komisariatet e policisë, ajo skena me Arkivol, skena tjetër e papranueshme e thyrjes së xhamit të një makine policie apo dhe goditja me gure policëve, parulla si Rama në burg, Berisha në burg, që janë çështje të prokurorive, jo të njerëzve, pra gjykata popullore në mënyrë të hapur, etj. Pra ka një konturim shumë reaksionar, shumë revolucionar që unë mendoj nuk është i shëndetshëm për një demokraci dhe mbetet të thuhet edhe gjëra tjetër pastaj që po prap shkon për të thënë atë që unë tash në fillim që lë shumë dyshime kjo protestë sepse janë bashkuar ca grupa aty që nuk kanë kurfar lidhje me njëra tjetrën. Pra aty ti ke marksist, ke po themi nacionalist, ke ku diun pagan, ke islamist, ke liberal, ke konservator, ke këto fundamentalistët e klimës etj. Pra ke lloje nga ke sovranist, ke lloje nga më të ndryshme të njerëzve që kurse si nuk mund të bëhen dot bashkë. Sepse po ti do kishe një grup të ngjashëm njerëzish aty që kërkojnë disa reforma konkrete politike, patjetër që këshilla që mund t'i jepet atij grupi është që ju formoni një parti politike dhe me këtë parti politike mposhteni pushtetin. Kurse këtu nuk ka kokë gjëja sepse grupet që janë mbledhur me njëra tjetrën, që janë bërë bashkë, nuk kanë kurfar lidhje. Dhe jo më kot, unë kam folur edhe me njerëz që janë atje që protestojnë, që më kanë thënë që në protest ka 7-8 grupe të cilat po zihen me njëra tjetër kush do marri drejtimin e protestës. Dhe fakti që këto grupe pa pritur pa kujtuar u bën bashkë një ditë për të protestuar, kjo është lë shumë vend për dyshime, sepse këtu bashkë nuk janë bërë njerëzit asnjëherë. Tani u gjetën u bën për Zvërnecin. Pra ka diçka që baner aty, jo për të thënë që protesta nuk është gjë e mirë, bën mirë që bëhet, njerëzit kanë drejtën e tyre të shprehin atë dufin e tyre politik. Arsyeja për protestuar ka patjetër, sepse korrupsioni i kësaj qeverie ka arritur majat, pra nuk po mban më, por në rast se kjo qeveri është e korruptuar dhe ti do ta rrëzosh, demokracia ka mekanizmin, është vota. Krijo parti politike, bëu gati për 27-ën, bëu gati për 29-ën dhe mposhte. Prallat me qeveri teknike, me qeveri tranzitore, 12 mujore etj, përveç se janë gjëra të provuara dhe të dështuara në Shqipëri, e fusin Shqipërinë, dhe gjëja fundit që dua të them se di që do kalosh ke pyetja tjetër, por e fusin Shqipërinë në një qorsokak jo të mirë politik, sepse Shqipëria është shumë pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Është e dyta mbas Malit të Zi për të futur, do Mali i Zi do bëhet pjesë së shpejti, por Shqipëria është mbas Malit të Zi. Ka hapur të gjitha kapitujt e negociatave, gati. Ka marrë notën pozitive në IBAR, Interim Benchmark Assessment Report, që është nota që Bashkimi Evropian i jep gjitha vendeve që kanë hapur negociatat. Kjo pastaj lejon nisjen e mbylljes së 6 grup kapitujve dhe 33 kapitujve që pastaj çon ke traktatet e derimit, që pastaj çon ke antarësimi i Shqipërisë në BE. Pra, një qeveri tranzitore, edhe ato pak reforma që janë bërë, i zhbën. Dhe qeveria tranzitore 12 mujore, këtu unë e kam thënë dhe një shkrim tim, po e them prapë dhe në podcastin tënd, që do mbushet me njerëz të cilët nuk do të jenë administrat.
do mbushet me hamalist partish, me militant partish, me hamalist OJF-sh, me njerëz të cilët domethënë kërkojnë një punë për një vit. Nuk i duhet kjo Shqipërisë. Shqipërisë i duhet stabilitet që të futet në BE. Dhe në rast se ti nuk bie dakord me zotin Rama, siç nuk bie as unë dakord me zotin Rama, patjetër që poshte me vot. Këto janë mekanizmat që ofron demokracia. Ka shumë grupe që ju i thatë që janë pjesë të një fije që nuk dihet se nga vinë, duke qenë se ka shumë aktor që janë të interesuar që kjo protestë të vijojë. Por teksa shikon folësit, ata që kanë zaptuar mikrofone, se mund ta quajmë kështu, çfarë të vjen në mendje? Mendojnë që ata e kanë të sinqert thirrjen që bëjnë këtë rezistencë, apo thjesht janë këto aktorë që po tentojnë bëjnë diçka të keqe për Shqipërinë? Është e rëndësishme të thuhet që shumica dërmuese e njerëzve që kanë dalë atje janë njerëz që dalin për arsyet e tyre. Pra nuk është se unë nuk po them që ata janë të paguar dhe prandaj dalin, patjetër që aty ka dhe njerëz të stisur. Kjo nuk diskutohet. Edhe shpallit non grata të një individi në fjalë që ishte lidhur me Iranin, apo edhe deklaratat nga një tjetër personazhi publik dhe mediatik që del dhe mbron Iranin në për studio dhe sigurisht mori dhe mikrofonin për të si thua paraqitur kërkesat e protestuesve, patjetër që ato janë atje, por ne nuk po themi që shumica protestuesve janë agent apo janë të paguar, mendoj që shumica protestuesve kanë frustrime gjenuine të vërteta, por kanë frustrime të cilat shikohen në mënyrën e gabuar, nuk shikohen në mënyrën e dur. Sepse e para herë në Shqipëri nuk është se ka probleme vetëm me korrupsionin, që buron nga politika. Në Shqipëri ka probleme me shumë gjëra, që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me korrupsionin, që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me politikën. Pra në Shqipëri për shembull njerëzit parkojnë mbi trotuar. Në Shqipëri për shembull njerëzit parkojnë mbi rër. Në Shqipëri për shembull njerëzit zaptojnë pronën publike. Në Shqipëri për shembull njerëzit parkojnë tek vijat e bardha. Në Shqipëri për shembull njerëzit derdhin ujërat e bizneseve të tyre, i derdhin ke deti. Në Shqipëri për shembull ai edhe sikur mos ta kërkoj mjekun lekët, ai shkon dhe ja jep, pra e korrupton vetë mjekun. Dhe një sër gjërash të tilla që nuk janë politike, janë shoqërore, janë kulturore. Ndërkohë që gjithë protesta është fokusuar te Rama dhe Berisha, te ikje Rama dhe Berisha dhe ky popull do shqirohet. Kjo është një gjë shumë e gabuar. Dhe popull të tillë që kërkojnë në një farë mënyrë koka politikanësh për t'i zëvendësuar pastaj me idhujt e ri që vinë, me heronjt të ri që vinë, janë popull të cilët nuk formojnë dot shoqëri demokratike dhe nuk formojnë dot shoqëri kohezive. Sepse janë popull që nuk kuptojnë që ndryshimi nuk vjen nga lart poshtë, por vjen gjithmonë nga poshtë lart. Prandaj, për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, kërkesat janë gjenuine, por janë kërkesa të gabuara. Sepse aty nuk po kërkohet që të ndërrohet ose nuk po kërkohet të ndërrohet kushtetuta që Shqipëria të ketë një ndarje më të mirë të pushteteve. Nuk po kërkohet që në Shqipëri të ketë kufizime mandatesh për kryeministrat. Nuk po kërkohet që në Shqipëri të ketë kufizime mandate për deputetët. Po kërkohet Rama në burg, Berisha në burg, nuk po kërkohet që të ketë një kontratë të re sociale ku njeriu në një farë mënyrë e sheh dhe rolin e vet në shoqëri, nuk e sheh vetëm këtë tjetër gjën. S'po kërkohen fare këto, po kërkohet Rama dhe Berisha të na ikin dhe populli do të festojë, Shqipëria do të lulëzojë. Kjo është një gjë shumë e gabuar. Unë kam parë dhe deklarata të atyre protestuesve që kanë marrë mikrofonin dhe kanë folur. Dhe siç ka pasur edhe figura që kanë thënë gjëra të drejta, ka pasur edhe figura groteske fare. Pra njerëz thellësisht grotesk, që s'mund të marrin mikrofonin dhe të thonë çfarë duan. S'po i përmend tani sepse s'është thelbi ky. Por, domethënë, ka arsye të protestuar, dakord, por
kam frikë se shoqëria shqiptare po përsërit të njëjtin gabim. Dhe gabimi është po hoqëm ose mendimi i gabuar është po hoqëm këta të dy, gjërat do bëhen më mirë. Kujtojmë pak protestat e mjaftit në vitet 2003-2005 ose 2002-2004. Çka ka qenë mjaft? Një organizatë e financuar nga George Soros erdhi në Shqipëri, prodhoi Erion Veliaj dhe çfarë bëri mjafti? Mjafti protestonte që të iki Nano dhe të iki Berisha. Pra atëherë ishte Nano ik, Berisha ik. Sot është Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Saliu ka ngel aty sepse PD është parti islamike praktikisht, një parti është partia ajatollash. Ai qeveris aty dhe nuk lëviz. Se pse ka çik demokraci të paktën. PD është parti kështu. Nuk ka aty zero demokracia dhe do diskutojmë në këtë emision. Prandaj Saliu vazhdon të jetë 35 vite aty i pa lëkundur. Por dikur ka qenë Nano ik, Berisha ik. Sot është Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Ka ndryshuar ndaj gjë në mentalitetin shqiptar? Asgjë, përkundrazi. Çfarë është bërë në Shqipëri në kaq vite sa është bërë prej politikanëve, prej reformave të tyre, prej ndërkombëtarëve, dhe është bërë nga sektori privat. Rritja e mirëqenies, punësimit nuk është bërë nga njerëzit. Qofte te Lana, se njerëzit mund ta shajnë Edi Ramën, patjetër, ka shumë gjëra Edi Rama. Por Lana ishte me qofte. E pastroi zotria Lanën nga qoftet. Dhe kush e pastroi Lanën nga qoftet? Populli apo kryeministri aktual? Sistemet e digitalizuara që ti unë shkoj dua shoh një person që zapton e kap në foto e çoj ke hapësira ime publike, apo ke Albania, apo ke Shqipëria që duam. Kush i bëri? Ky apo populli? Pra, këto janë gjëra që ne duhet kemi shumë të kujdesshëm. Dhe unë pres që një lëvizje qytetare që kërkon realisht të bëjë ndryshim, të kërkoj të thoj gjërat ashtu siç janë. Dhe gjërat ashtu siç janë kanë të bëjnë me faktin që trashëgohet një kulturë në shoqërinë shqiptare që fatkeqësisht prodhon ato elita që ka prodhuar. Zoti Domi, si e keni parë simbolikat e protestës? Në protestën që u mbajt të shtunën e 35-ta për me radhë, ku ishte pranishur dhe diaspora, kishte një arkivol që është kontestuar shumë. Po arkivoli çfarë kuptimi ka? Arkivoli është kuptimi i vetëm i një arkivoli është njeriu vdekur. Pra, është një protestë që ndërtohet mbi vdekjen. Nuk ndërtohet mbi lindjen, nuk ndërtohet mbi rilindjen, ndërtohet mbi vdekjen. Pra, prapa ajo që tash unë, se ka rëndësi gjithë dinamika e gjës. Pra, nuk ndërtohet, për shembull, kur u bën reformat iluministe në shekullin e 17 në Evropë, iluminizmi vetë nga fjala pra donte të iluminonte njerëzit. Apo të ndriçonte njerëzit nga terri mesjetar, nga terri i ekstremizmit fetar, në atë kohë ka qenë ekstremizmi katolik në Evropë, si sot për shembull mund të jetë ekstremizmi islamik në shumë vende, por tem tjetër. Po në atë kohë ka qenë terri katolik, ekstremizmi katolik në Evropë. Çfarë bën iluministët? Thanë jo, kisha do të jetë ndarë nga shteti. Njerëzit kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre ashtu siç duhet. Mbreti duhet të ketë pushtet të kufizuar. Ky pushtet i mbretit kufizohet nga parlamenti që zgjedhet nga njerëzit për sovranitetin popullor. Pra, teza politike, teza kulturore, një gjë e ndërtuar mbi optimizmin, mbi të ren, mbi lirin, mbi të bukurën, jo mbi arkivolin, jo mbi burgun, jo mbi urrëtien, jo mbi broçkullat sovraniste, edhe ku diun ultranacionaliste, nacionaliste çat duar që me dhe me po na merr ka zvërnesin. Këta, se kush po na merr zvërnesin e hajde merre vesh. Unë nuk e rri do ta kuptoj kush po na merr zvërnesin. Në një kohë kur sa ishuj grek, këti që i kemë pronësi të huaj, që as nuk është fjala këtu sepse ata do marrin një pjesë tokën zvërnes, nuk do marrin gjithë ishun. Por një kjo dhe tjetra pastaj çfarë ignorancë është kjo që po të merr kanë ishun ti, po prona private nuk është, pra ajo mund të jetë një pronë e dikujt, por ngel sovraniteti i Republikës së Shqipërisë. Prona private nuk është humbje e sovranitetit. Ti prap ke jurisdiksion mbi atë tokë.
Pra, çfarë dua të them me këtë gjë? Ne njerëzit nuk i ndryshojmë dot. Po dhe duhet i ndryshojmë njerëzit. Sepse ne kemi një organ që quhet spaku. Spaku po heton Akshin. Spaku po heton zonjën Balluku. Spaku po heton po heton aferat nga më të mëdha të kësaj qeverie, po edhe të qeverive të kaluara. Nuk po jetojnë njerëzit, nuk po jeton populli, po jetojnë institucionet që janë financuar nga ndërkombëtarët. Nuk janë financuar nga populli. Edhe janë ndërtuar nga ndërkombëtarët. Nuk janë ndërtuar nga populli, se populli nuk di çfarë flet, edhe nuk di çfarë bën. Pra, në rast se kjo protestë do kërkonte të sillte ndryshim shoqëror, dhe ishte shumë mirë, por nuk po e kërkon këtë gjë, po kërkon diçka komplet tjetër. Pa u marrë me agjendat që janë jashtë, me Rusi, me Kinë, me Iran, me Greqi, me Soros, me Kurt, me ku diun, me të gjitha, pa u marrë me ato po i lëm. Ato po i lëm, po merren me njerëz që dalin protestojnë për problematikat e ditëpërditshme të jetës së tyre. Dhe për t'i përgjigj pyetjes tënde i nderuar, Arkivoli tregon një gjë dhe vetëm një gjë. Shtërpsi në mendim politik, në poshtë kulturor, në platformë reale për të ofruar një mënyrë tjetër qeverisë ndaj ndoshta qeverisë më të korruptuar që ka pas Shqipëria, që është kjo zoti Rama. Dhe një pyetje të fundit, zoti Domi, teksa u pyetën nga gazetarët, zoti Berisha u shpreh që thirrjet drejtuar atij Berisha në burg janë të stisura nga kryeministri dhe janë një opozitë rrem. Ju si e gjykoni, si analizoni? Shiko, çdo gjë që thuhet nga zoti Berisha është fakt për t'u marrë me shumë kujdes, sepse është, unë të paktën edhe ndjek zotin Berisha nëse është figurë publike, ka qeverisë të vend për 13 vite, është kryetari i opozitës. Por është vështirë të gjesh në gjë që zoti Berisha e thot dhe që ti thua e ka të drejtë. Është vështirë. Është shumë vështirë. Dhe problemi me Partinë Demokratike është që është e kapur nga zoti Berisha. Dhe problemi me mënyrën se si PD-ja po qeveriset është e lidhur drejt për drejt me faktin që nuk ka konsistencë politike. Pra, në ditën e dytë apo të tretë të protestës, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka doli dhe tha që një pjesë e këtyre, tha, kjo është një Soros protesta, një pjesë e madhe e këtyre që dalin janë të Sorosit. Dhe unë Flamur Noka nuk e duroj dot si figurë politike, mendoj që është një prej politikanëve që duhet largohet menjëherë, nuk ka vend ndaj njeriu politik. Por Flamur Noka kishte drejt. Në atë protestë ka shumë njerëz të Sorosit. Njerëz të Sorosit që janë në protestë. Njerëz që kanë votuar Partisë Socialiste. Që s'kan surrat t'i flasin askujt për të qeverisë e kanë votuar vetë. Si fleti, si thuti dikujt, "Çou ti nga kafja." Po pse mor, unë e kam votuar Ramën apo e ke votuar ti? Mbaj ti përgjegjësi një herë, që ja ke dhënë votën. Pastaj unë. Po e lëm më njanë këtë. Pra, në ditën e dytë, doli zotëria, tha kjo është një Soros protestë të tjerë. Kaluan ditët, u kuptua që kjo protestë po merrte, po bëj ortek dhe u ndrua. U ndrua dhe Partia Demokratike u bë mbështetësja më e madhe e protestës. Tani, ose këta funksionarë të rinj të Partisë Demokratike do heqin Sali Berishën, sepse po mbështesin një protestë ku ka individ që thonë Berisha në burg, që janë të gjithë atje, që thonë Rama në burg, Berisha në burg, ose pastaj ti nuk do ta mbështesësh protestën. Se ti nuk mund të mbështesësh një protestë që kërkon burgosin e kryetarit partisë tënde. Është anormale dhe mua nuk më ha fare për PD-n, domethënë, PD-ja mund të shkrihet nesër, edhe unë jeta ime nuk ndryshon. Por e them këtë gjë për të ilustruar këtë gjë tjetër, që arsyeja pse PD-ja nuk votohet më është sepse është një parti pa shtyllë kurrizore politike. Pra është një parti që sot thot këtë gjë, nesër thot këtë gjë. Sot e akuzon dikë të lidhur me bandat, nesër e fut në lista e deputetëve. Dje i thoshte Sali Berisha Ilir Medhës trafikant vajzash të mitura, sot e kanë koalicion.
pavarësisht se zoti Meta është në burg. Pra, kjo është një mungesë që njerëzit, domethënë militantët budallënj idiot që ke rreth vetes e besojnë, të ndjekin ty, ndërkohë që ti pasurohesh. Por njerëzit me mend në kokë thonë, po dalem. Dje i thoshte trafikant vajzash të mitura, sot e fut në koalicion. Dje i thoshte i lidhur me krimin, sot e bën deputet. Dje i thoshte Soros protest, sot e mbështet. Tash kush është domethënë, o njëra o tjetra. Pra, zgjedhjet nuk fitohen kur ti nuk ke korac politike. Kur ti s'ke shtyllë kurrizore politike. Zgjedhjet fitohen me qëndrueshmëri politike. Zotë Domi, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.